Në kuadër të ditës ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit, në qytetin e Lezhës u organizua një ceremoni përkujtimore, e cila shërbeu si një ditë reflektimi mbi të kaluarën dhe mesazhin e paqes. Aktiviteti u shoqërua me këngë, poezi dhe përjetime personale, përmes të cilave u riafirmuan marrëdhëniet e forta historike mes popullit shqiptar dhe atij hebre. Të pranishmit theksuan se kujtimi këtyre ngjarjeve mbetet një detyrim moral për të mos u përsëritur më kurrë. Eventet, ngjarjet, ndodhit që nuk kujtohen, nuk rikujtohen, kanë tendencën të përsëriten. Edhe ne kemi detyrë këtë, e kemi detyrë ndaj fëmijëve tanë, ndaj brezave që vinë, që këto evente, sado tragjike, sado trishta, sado që po themi ne në përditshmërinë tonë, edhe truri jonë, gjëra që nuk i kemi qef, kemi tendencë të harrojmë, kjo duhet me detyrimisht, me patjetër të rikujtohet. Se familja jonë ishte hapësirë e vogël, shtëpia, vetëm me 3 dhoma, oda burrave, 2 dhoma gjumit. Ato për ne me majt vetëm njënën, se s'kishte mundësi me majt të 3 familje me 6 anëtarë, një çift të ri me 4 fëmijë. Edhe ndërsa 2 familje tjera me 4 anëtarë, si ishin, ato i majti familja e Kolecit, pra e Simon Dodës dhe e Jak Dodës. Kanë qëndru tek ne rreth 3 javë. Kemi për detyrë të transmetojmë të nxënësit që nëse historia nuk kujtohet, ajo është destinuar të përsëritet. Pikërisht duke dhënë këtë mesazh, nxënësit e gjimnazit Titaret Lezhë kanë për punimet e tyre artistike për të dhënë mesazhe të qarta se çfarë ndodh nëse një situatë e tillë përsëritet. Pjesë e kësaj veprimtarie përkujtimore të organizuar nga Bashkia Lezhë në bashkëpunim me shoqatën e miqësisë shqiptaro-izraelite, ishte edhe një ekspozit mbi periudhën e Holokaustit, të përgatitur nga nxënësit e gjimnazit Hydajet Lezhë.